Sfida mes Shqipërisë dhe Serbisë e vlefshme për kualifikuese të Botrori 2026 pritet të zhvillohet në 7 qershor në Arenën Kombëtare në Tiranë. Kjo ndeshje, përveç rëndësisë sportive, ka marrë dhe një zhvillim të fortë politik pas deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić. Shqipëria ndodhet në të njëjtin grup me Anglinë, Serbinë, Letoninë dhe Andorën. Përballja ndaj Serbisë gjall kujtime dhe emocione të forta për shkak të historisë dhe tensioneve të mëparshme mes dy vendeve. Në një tubim të partisë së tij në qytetin e Nishit, Vučić ka bërë një deklaratë publike drejtuar trajnerit të kombëtare serbe, Dragan Stojković. Ai ka kërkuar hapur që ekipi i tij të shkojë në Shqipëri dhe të dalë fitues. Ju lutem, duhet të kisni fort trajnerin serb, Dragan Stojković, legjendën e Nishit. Në qershor, ai luan kundër Shqipërisë për të imposhtur ata. Ishin fjalët e presidentit serb përpara mbështetësve të tij. Kjo deklaratë ka ngritur më njëherë reagime, pasi përplasjet e mëparshme në ndeshjen Shqipëri-Serbi kanë qenë të mbushura me tension, si në fushë ashtu dhe jashtë saj. Thirrjet e Vučićit janë një sinjal që kjo sfidë nuk do të jetë thjesht një ndeshje futbolli, por dhe një betejë simbolike me peshë të gjerë, politike dhe emocionale. Për Shqipërinë, kjo është një mundësi për të nisur fushatën me një rezultat të madh përballë një kundërshtarit të vështirë, si në fushë ashtu dhe në sfondi politik.